Jo, ata I kanë bërë dome, po nuk do me thonë pëse ata tash kanë bërë dome, na me gjithë pavëcijën tonë tu arsyetu në domet e tyne. Asnjëherë, se në këtë kohë, ambasadat tona, madje as administrat nuk shërbejnë jashtë. Okej, nëse nuk po e gjejmë një emër. E kam vetëm një përgjigje shkurt. Gjatë kohës Bidenit. Vetëm një përgjigje shkurt. Ata ka luftu në linën e Përshevës Medvegjës Bojanovcit. Jo vetëm Përshevës. A e pron projekt ligji në Kongresin Amerikan për Përshevë Medvegjë Bojanovcë? Një projekt ligj që shqiptar amerikanët e ka pru, nuk e ka pru kurkush aty ata. Shqiptar amerikanët në një takim që Shaib Kamberi, Reagim Mustafaj dhe të tjerët ishin në Teksas, u takuan me shefin e punëve të jashtme të Kongresit Amerikan, edhe erdhi projekt ligji që u aprovu vetëm një sekond. Ti dhe e parë shqiptar amerikanët ju ndan politika. Shqiptar amerikanët nuk ju ndan politika. Ka njerëz caktuar ajo punë të tyre. Por vetëm të kry. Ti dhe nuk ka të arritna. A pas kem domethënë dikon që është tu e shty qashin e Kosovës, qashin e shqiptarëve në rrethinën e Ballkanit. A jemi tu e shty? Po. Jo. Po. Jo, me çka? A është arritja e Përshevës? Vetëm sa the. Unë ta përgjigjesh argumentin tënd, vetëm sa the, nuk kemi për arsye se brezi aty në senatorëve është plak edhe na s'kemi investuar në brez të ri. E ka një intervenim për Gjinon Fadil Kajdazi, pastaj do ta hapi çështjen e zgjedhjeve ose jo se s'po e gjejmë një figur konsensuale. Gjatë kohës presidentit Biden, Kosova e ka pas me realizu një marrëveshje në të cilën ka qenë rritja kapacitetit, ajo që është arrit në zyrën ovale me... S'është e vërtet. Për gjatë kohës presidentit Biden, ty ta ka pru marrëveshjen e Ohrit Escobari. Do të thotë ajo marrëveshje që ka pas presidentit Biden e ka humbur me njëherë. Gjatë kohës presidentit Biden është dërguar një letër që Kosova ka pas... Letra mundet mu dërgu sa do. A ka substancë që po bëhet follow-up ajo? Kosova ka pas me zbatu një marrëveshje me cilën kam pas më ngrit kapacitetet energjetike të Kosovës, ka pas marrë gasin Kosovë, ka pas më ndërtue një